Mbështetja për shoqëri civile dhe për media ka qenë thelbësore. Si mund të krijojmë një reziliencë, qëndrueshmëri, domethënë të informacionit gjatë periudhave zgjedhore. Pa Evropska unija je, kada je u pitanju Radio Goraždevac, Kosovo 2.0 si organizat mediatike ka fillu në vitin 2010, do më tash janë bo 16 vite, për cilat ekzistojnë. Fillimisht ka fillu si platformë për blogje, që ka qenë si risi, ka qenë diçka e re në atë kohë, dhe po ashtu me revistën e shtypur. Që për fillimit Kosovo 2.0, qëllimi jon ka qenë me pru një gazetari pak më ndryshe, një gazetari më thelbësore, e cila përveç që përqendrohet në trajtim më thelbësor të çështjeve socio-ekonomike, kulturore, politike që ndikojnë në jetën e qytetarëve, po ashtu t'i vendos në fakt qytetarët dhe përvojat e ndryshme të tyre në qendër të gazetarisë. Dhe që nga fillimi i prezencës, nëse mund edhe të them të Bashkisë Evropiane në Kosovë, mbështetja për shoqëri civile dhe për media ka qenë thelbësore, dhe më vjen mirë që ajo mbështetje ka vazhdu me qenë prezente ndër vite dhe që një të kohë edhe është rrit edhe është zgjeru. Hibridi, domethënë, ka fillu publikisht ose zyrtarisht në shtator të 2020-s, por paraprgatitet kanë qenë disa muaj më herët. Kjo ka lind si nevojë e keq informimit në atë periudhë, siç e dini, domethënë, koha e pandemisë, Covidit, edhe kanë filluar shumë dezinformata ma qarkullu rreth pandemisë dhe Covid. Projekti është që të monitorohen mediat në periudha zgjedhore, ku është përfshi tetor deri në dhjetor, domethënë këto 3 muaj, ku e ka përfshi zgjedhjet lokale edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit, domethënë zgjedhjet parlamentare. Në këto periudha, domethënë, është zhvillu metodologjia për hulumtim se çka ka pas keq informata në këtë periudhë, dhe në kuadër të kësaj është përpilu një raport ku do të prezentohet, domethënë, me gjetjet dhe do të diskutohet se si mund të, me një panel, domethënë, profesional, se si mund të krijojmë një reziliencë, qëndrueshmëri, domethënë, të informacionit gjatë periudhave zgjedhore. Pa Evropska unija je, kada je u pitanju Radio Goraždevac, u tom nekom prethodnom periodu pomogla puno. Mi smo, da tako kažem, nismo uvek direktno bili korisnici bilo kojeg fonda kada je u pitanju Evropska unija, ali posredstvom BIRN-a na Kosovu, recimo i BIRN-a uopšte, imali smo razne manje grantove od strane Evropske unije koji su imali za cilj da podstaknu neke istraživačke priče pre svega, da se bave nekim temama koje su od javnog interesa i značaja za građane koji ovde žive,